Unë kam qenë ushtarak për para dhe më kujtohet i ditë 5 mëngjesit se ne punojshim 24 orë në shtëpinë oficerëve në Durrës për të krijuar gazemët për ushtarët e NATO-s. Dhe ka qenë generali Jackson, që kishte ardhur ndarkët nga Kosova, këto si sot pothuajse në fytyrë të si Clarku, me atë barretën, trup gjatë, dhe pothuajse ne u misu me të sa ai vinte kontrollonte çdo dhomë, çdo gjë. Dhe kur çu mëngjes, sa kishte dalë mëngjesi, në ora 4:30 mëngjesit, ngriti kokën lart, ju duk si vrensim. Tha, nduket tha se po e nimon tha Zoti Serbi se do të bjerë shi e sun bombardojmë sot. Pra, edhe këto detaj i kishin generalët e NATO-s për Kosovën. Clarku është i 2008-s. Unë para Clarkut kisha vajzën dhe kishte deklaruar që mu me falë Zotin i djallë doja ngjes emrin Wesley Clark për një arsye. Unë kam pas fatin të takoj Wesley Clark në Durrës, pasi unë kam bërë investim të NATO-s në Durrës dhe në Rinës në kohën e luftës. Unë nuk e kam takuar si zyrtar, por e kam takuar rastisht që vjen aty unë bësha investimet. Dhe e njerimi kësë unë kam qenë edhe vetë ushtarak, e njerimi kështë të hynë tru që ky njeri do ta çliroj Kosovën. Dhe me të thënë të drejtën nuk kupton Wesley Clark mirë që nuk bëni luftën e dytë botërore me rusët e Bosnjës për të heq. Dhe ditën e parë, fati djali që kishte lindi në Amerikë, dhe bleda ajo gjenë civile, ka thënë, po që është kjo emër? I ka thënë, baba vetë do më janë gjitë për hirë të generalit që ka shqiru Kosovën. Djali e ka takuar mas 12 vitët, 13 vitëve në Washington, pasi djali ka qenë një kurs në Akademinë e Filmit në New York. Në takimin që ka pas për të shqiptarët e Amerikës ka shtru një drek për djalin tim dhe Wesley Clark. Dhe djali im thotë e kam nderin, thotë që kam emrin tuaj. No, thotë, e kam për nderun, thotë që ke marrë ti emrin tim. Dhe tashmë Wesley Clark është mik i familjes tonë.